Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka denoncuar nga dera e prokurorisë së posaçme se personi kyçi dosjes së grupit të strukturuar kriminal të Akshit, Ergjys Agasi, ndodhet në Shqipëri dhe takohet shpesh me kryeministrin Edi Rama në Surrel. Pasi kreu detyrimin e paraqitjes në SPAK, lideri demokrat foli jashtë prokurorisë së posaçme, ku fajsoi edhe prokurorët se nuk kanë nxjerrë urdhër arresti ndërkombëtar për Ergjys Agasin. Aty gjeta Ergjys Agasin bashkë me Irena Dumanin, Irena Maneku Gjoka Dumani e të tjerë. Festonin, Gjysi festonte se asnjë mandat ndërkombëtar nuk është lëshuar për arrestimin e tij. Gjysi Gjoja është në kërkim. Ai në fakt rrugën më të shpesh që e bën për në Surrel. Po ashtu lideri demokrat hodhi akuzat të forta ndaj prokurorisë së posaçme se me porosi të kryeministrit Rama ka amnistuar gjyqtaren e GKK-s Irena Gjoka. Berisha zbuloi skemën se sipas tij, SPAK i shpëtoi shkarkimin gjyqtares. Me porositë e Edi Ramës, Altin Troplini i hap çështje penale kësaj pa emër. Pse pa emër? Sepse nëse do t'i hapte çështje penale me emër si kishte njeriu i përzar nga Greqia, njeriu i dënuar në Greqi, atëherë ajo duhet të largohej nga detyra automatikisht me hapjen e çështjes penale. Por çështja penale u hap pa emër, për të mbyll me emër. Çfarë mbyllje të turpshme? Një mbyllje të tillë mund të bëjë vetëm Altin Troplini dhe askush tjetër. Gjyqtarja e GKK-o Irena Gjoka, sipas Berishës, ka falsifikuar edhe formular të dekriminalizimit, çka do të përbënte arsye për shkarkimin e saj dhe dënimin.